Përshëndetje të nderuar, po takohemi përsëri në videon e radhës. Ne në vendlinjët tona kemi katunde në të cilat kemi edhe nga 2-3 xhami, varësisht prej madhësisë, prej popullatës së fshatit. Në qoftë se një fshat është disi më i madh, i ka 2 ose bile edhe 3 xhami. Por si ka mundësi që ndonjë shtëpi e cila ka hallexhi dhe janë fukara, të cilët nuk kanë asnjë të ardhur, në shtëpi bile mund të kenë njerëz shtëpiak, familjar të cilët janë të paralizuar, të cilët nuk mund të çohen edhe nga shtrati, dhe që në fshat, në katund, askush nuk e publikon një gjë të tillë. Duhet të vijë dikush nga jashtë fshatit, jashtë rrethit ku është rasti, ku është familja, dhe të alarmoj opinionin publik se në fshatin XY pas ka një familje e cila gati 1 vit e gjysmë nuk ka korrent, nuk ka rrymë, i është pre rryma, i është pre korrenti, nuk ka ujë të ngrohtë, nuk ka të ardhuna. Buri i shtëpisë, i zoti i shtëpisë është i shtrirë në shtrat. Unë kam një pyetje për hoxhën e fshatit, ose nëse janë 2-3 xhami dhe janë me siguri 5 hoxhëllar, 4 muezina, e ku ta di une sa personal i cili është i angazhuar rreth këshillave të xhamisë, si ka mundësi që hoxha i fshatit, hoxha i lagjës të mos e di në fshatin e tij se kush është me halle të rënda, kush është fukara, kush sa ka nevojë, por në derse ditën e xumës flet në mënyrë të përgjithshme: ne duhet japim sadaka, ne duhet japim atyre që nuk kanë, ne duhet ti ndihmojmë skamnorët e nevojtarët e hallexhit. O xhamat, jepni sadaka, ndani sadaka, ndani nga ajo që ju i keni, krejt që është në rregull. Po hoxha efendi, pse ti nuk e merr guximi dhe nuk ndan kohë? A nuk është detyra jote si imam i fshatit të dalësh dhe të vizitosh çdo shtëpi, të ndash për ty një kohë, për shembull, ta marrësh një muaj në të cilin çdo ditë do të vizitosh 20 deri 30 shtëpi, varësisht prej kohës, 10 shtëpi po themi, 10 familje, herën tjetër, ditën tjetër, 10 të tjera, ditën tjetër, 10, 20 të tjera, që ta njoftosh, të njoftosh me situatën e fshatit tënd, me situatën e katundit tënd, me situatën e xhamatit tënd, por në teren, jo në xhami, sepse jo çdo kushi vin te xhamia dhe jo se çdo kushi, ndoshta edhe se ka mundësi për shkak të shëndetit të lik, sikurse që është familja në fjalë, e cila është në një fshat të ne, në vendlinje, dhe nuk e ka hallin, nuk e ka mundësin që të vijë deri te xhamia, kurse imami i fshatit, nga neglizhenca, nga dembellëku, nga rahatlëku, nuk e ka mundësin që të dale. A kjo është detyrë e imamit, që të njoftoj, që të njoftohet me kënd, me katundarët e vet, me fshatarët e vet, me xhamatin e vet, dhe të njihet me situatën reale në teren, aty ku ka nevojë. Dhe kur të vijë xhumaja, të dalë dhe të thot: o popull, o njerëz, o katundarët e mi, filon familja jon ka nevojë për ndihmë, filon familja jon ka nevojë për mirë, për bukë, për të ardhuna, për para, për korrent, për rrymë, për ujë, për barna, për çka do tjetër. As ka mundësi xhamia të formoj një fond të posaçëm dhe në atë fond të derdhen para për familjen e cila, ose familjet të cilat janë në hall të madh, dhe të vijë tani dikushi nga jashtë dhe kur ta publikojë një video të tillë, të dalin ata banditët dhe t'i thojnë: na trego ti ku është kjo shtëpia, se duam t'i shkojmë shtëpisë në atje. Kuj t'i shkoni? Kuj? Një njeriu të shtrim në shtrat, që është i paralizuar, që nuk mund të lëviz? A doni dikujt që a fut një frigën ju? Po nuk është këtu puna për ju banditët. Kjo punë i takon hoxhës së katundit, hoxhës së fshatit. Hoxha i fshatit i ka obligim këtë. Hoxha nuk është aty direktori i fabrikës.
Hoxha është imam i katundit, imam i popullatës. Në qoftë se është imam dhe ka qif që të thirret si imam, atëherë le ta kryej punën e imamit. E imami do të thotë të jetë ai i cili i pari prin. Për ju nuk ka nevojë ju të shkoni atje. O giliptera, o banda, nuk ka nevojë për bandit, ka nevojë për ndihmëtar, ka nevojë për njerëz që të hinë me heshtje dhe të dalin me heshtje, që të hynë me zë të ulur dhe të dalin me zë të ulur, të hynë të përulur dhe të dalin të përulur, sepse ajo familje ka nevojë për ndihmë, ajo nuk ka nevojë t'i japë mend dikush dhe t'i tregoj çka është forca, çka është kuveti. Ata kanë nevojë për ndihmë dhe kjo i takon, kjo detyrë me do e mos, domosdoshmërisht është detyrë që i takon hoxhës së katundit. Që ai të njoftohet direkt vetë dhe të bëj shëtiqen në përgjithë fshatin, t'i vizitoj, t'i bëj zjaret njerëzit, jo vetëm nders, se Allahu ditën e gjykimit do të na pyet, o robi im, kur isha i sëmur, pse nuk erdhe ti të më vizitosh? Robi do të kthehet, do i thot, o Allah, po ti nuk ke nevojë që jesh i smur? Allahu do i thot, pa i robi im kur që i smur, ti nuk e vizitove? Apo, o që e fendi, ndërë se kalzoni ju këtë? Dhe pse nuk shkon ti ta vizitosh një halëgji? Sepse Allahu do të pyes edhe ti, ditën e gjykimit, jo vetëm popullatën e thjesht, dhe do të thot, o imam, o hoxh, po ti kur isha unë në nevoj, dhe nuk kisha rrim, nuk kisha drita, dhe nuk kisha ujë, dhe unë nuk mund t'i bëja hizmet, t'i ndihmoja burit të cilin e kisha të shtrim në shtrat, por ti hoqë, efendi, nuk erdhe të më vizitosh. Do i thotë, Allah, po ti s'ke nevoj se ti nuk je halëgji, po ai katundari ishte halëgji, por ti nuk shkove ta vizitosh, prite kush të vinje prej katundarve të ta bere një lajmë. Edhe nëse vinë, dalën 2-3 veta qire në thunë, e dini qka, ata ndreqen, ata bëhen se janë fukara, se nuk janë, ku e din ti? Ka njëri i cili është jashtëzakonisht në hall të madh, por nga zori, nga morali që e ka, nuk mund me ta shpreh për jashtë. Por jemi ne ato të cilët jemi të shëndosh dhe të fort, dhe kemi përgjegjësi, dhe ti hoxha efendi ke marrë përgjegjësi, ke përgjegjësi të madhe. Jo vetëm të pritni, po duhet edhe të dilni ju, dil në teren. Kjo është detyra jote. Ti vizitosh katundarët, t'ja pyetish hallin, ti bësh zjaret ata kur janë edhe në nevojë, po edhe kur janë në dëfrim e gëzim, e jo vetëm kur kërkojnë, të këndohen me vlute, e jasine, e të bëhen sinë ti, e të bëhen dasme, e dua martese, të paret ju vraponi, sepse ati ka pare, e ku s'ka pare ju nuk shkoni, mos i dhnohi, nuk shkoni, se sikur të shkojsh, hoxho, ti ta vizitojsh familjen, ti dish katundarët, ti njohësh në përgishta, si kanë hallet edhe dertet, do e dish edhe ta thush ditën e gjuma, o milet, paret mësja hodhni dikuj tjetër, se ne i kemi në shtëpi fukarat. Dhe me siguri, akoma, hala ka mbi tokë, bura, dhe ka familje të cilët ndihmojnë dhe do të ndihmojnë, por duhet se cili prej neve ta kryj detyrën që e ka marrë përsipër dhe ta di se kur e kryen detyrën ndaj atij që është nevojtar dhe ndaj atij që ka marrë përgjegjësi dhe qëndron përpara, e ka kryj detyrën e tij edhe para Allahut subhanehu wa taala. Përndryshe nuk e ka kryj dhe i ka mbet mangut shërbimi i tij. Ndaj, thirrni pak mendjes dhe zbritni me kamët në tokë, ju, hoxhallar efendi, se nuk jeni ju dikushi që duhet të dalloheni me do e mos prej popullit. Jeni populli bre, edhe ju jeni brumi i popullit. Ai populli ju ka lind, ai populli ju ka dhënë mundësi që të bëni hoxhallar. Po të mos kish popull, po të mos kish xhami, ti ku do ishe hoxh? Do të hipshe në skele, do shkojshe dikundi në fabrik, apo? Në përmjet njëri qetrit, ne jemi dikundi ku jemi. Prandaj duhet t'i kryjmë obligimet si duhet, jo me fjalë, por me vepra, atje ku duhet, atje ku na thirrën nevoja, ku na thirrën detyra,
Aty duhet jemi ne të parët që kemi marrë përgjegjësi, pastaj të tjerët.